Tajna ka ruajtur raportet të mira me të gjithë bashkëpunëtorët e saj, qoftë me koreograf, grimer apo edhe me kolegë të estradës. Unë kam folur edhe njerë për Tajnën goxha gjatë edhe 10 në eventin e Sunny Hillit. Do ta përmbledh me 2 fjalë. Në gjithë rrugtimin e Tajnës, në të gjithë murin e saj suksesit, mendoj që edhe unë me kontributin tim kam vendosur një tull apo një gur në murin e suksesit saj. Tajna qysh nga fillimi ka qenë fenomen, me reptura që e ka bo, ka qenë shumë e veçantë, dhe vazhdon tjetë, tash dhe me stilin tjetër që e ka bo, po më pëlqen të dyja anët, po ma shumë këto të fundit, kështu që i them që ndro aty, edhe ma shumë ti, po më pëlqen ka nga vena, u myta tu e ngu, i dëshiroj shumë suksese, shumë kreative në ato që bën. Unë jam vesh shigjetare dhe di që shigjetarët janë shpirt avanturesk, shpirt kreativ, edhe nuk nalen së prodhuari. Shoqe në rand parë, bashkëpunëtor, pa mendoj, normal jam një ndër make-up artista që gati pothuaj sa një dekadë punoj me Tajnën. Prej fillimit kur ka startu në karrierë deri më sot. Kështu që për mua është nder edhe kënaqësi me pas një shoqe si Tajna pikë së pare, edhe normal është kam vazh shumë i mirë për me shpreh talentin edhe artin tam.